Sorry. Një minutë dherim. Sot është 18 janar, ku në të gjitha trevat shqiptare përkujtohet si flaka e janarit. Njerit sot shënohet edhe një ditë e rëndësishme, vdekja e Skënderbeut. Vendosëm lule bashkë me bashkëveprimtarët në Garan. Është datë që njëra na parkujton qëndresën për 25 vite me radhë kundër pushtuesit Osman, dhe tjetra që e mbajti flakën ndes deri në çlirimin e Kosovës dhe rivarosjen e eshrave të tyre aty ku kishën lindur Jusufi Kadriu e Bardoshi. Me të drejtë quhet flaka e janarit, sepse e mbajti zjarrin ndez. 2 dekada gati me radhë deri në realizim të idealeve të tyre për liri, drejtësi e barazi. Faleminderit për gjithë bashkëpunëtorët që sot përkujtojnë këtë ditë të veçantë në përkujtim të atyre që nuk kanë vdekur kurrë. Faleminderit.